Përshëndetje Angels! Përshëndetje. Dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Dhe një nga videot tuaja më të preferuara është video me snacks. Dhe unë sot kam sjell disa snacks të reja që nuk i kam provuar asnjëherë, do t'i provoj bashkë me Agilën. Nuk e kuptoj pse jemi vesh kaq trash, bën shumë nxehtë të brenda. Agilët, lutem fiki kondicionerat. A mund t'i fikim Agilë? Po. Fiki se po vdes. Deri sa Agilo të fiki kondicionerat, se vërtet po vdesim nga vapa këtu brenda, duke qenë se rrim vetëm me mangë shkurtra, tani kemi vesh për videon, jemi kombinuar me gri të dy. Dhe them të fillojmë. Kam zgjedhur disa snacks që unë si kam provuar asnjëherë. Uroj mos i njohi as Agilo, se Agilo nuk e di se çka kam zgjedhur unë. Uroj të na pëlqejnë dhe uroj t'ju duket dhe ju interesante. Nuk e di, ju ndoshta i njihni si snacks, unë nuk njoh asnjë nga këto, kështu që them të fillojmë dhe të marr direkt rastësisht një nga këto. Do bëj kështu tani, çat më kapi dora. E fillova me këtë. Këtë ka zgjedhë Eli në fakt dhe më duket se e kemi provuar. Roshen quhet, është çokoladë me karamel brenda. Dhe unë e urrej karamelen. E urrej karamelen kur është brenda në çokoladë ose në akullore ose në përgjithësi, nuk e pëlqej fare. Kemi provuar Agile këtë. Ço kjo Agile? Në këtu t'ju them që Agilo ka qenë pa Terezi, siç e keni parë dhe tek video e fundit video e fundit që kam postuar sot të Venecias, kam thënë në fund që ke qenë pa Terezi me diella, por tani është më mirë dhe është gati që të provoj snacks. Pra, kjo vjen Ej, Agile. S'duket e mirë. Vjen kështu, që nga me karamele. Provoja ti njërë. Nuk është e keqe. Shumë e ëmbël. Nuk është, e di që më kujton Marsin. Shumë gjuben. Çokoladën Mars më kujton. Di që do bëj mirë ti. Nga si vjen në një karto pecet, se nuk e qenë se është nxehtë këtu. Është e ëmbël, po jo shumë siç është Marsi për shembull. Mua më pëlqen. Për çokoladë me karamele që në përgjithësi më pëlqen karamelja, okay është. Nuk e dija do ta merrja përsëri, por nuk e prisa që do kishte këtë shije, plus që nuk ishte shumë e shtrenjtë. Kjo ishte diku te më duket se ishte diku te 55 cent. I 7-ve. Një 7 i vendos do. S'të pëlqevi ty? Ti me të ndru gotat, kështu, Më fal. S'ka gjë. Jo për gjë po ndo smurem. Ty e kam. Snakun e radhës. Sikur se dim që e të fanë, që me ka. Zotin nuk di që jam të kap. E di si që ka marrë, po. E di që si ke me kapën, për e di. E ke parë në njerë? Jo. Janë, që janë këto? Haribo. Haribo në formë karote, nuk e dia do e keni dhe shijen karot, po isha shumë kurioze, Roshen janë dhe këto. E njëri ta markë. Unë nuk është se i ha këto Haribot shumë, vetëm ato më pëlqejnë, ato që kanë atë sheqeri njashtë që vinë pak si të parta, që janë si me bostan, që shije bostani vetëm ato më pëlqejnë. Okej, forma vjen si karot. Kjo nuk e kujton shijen e karotës. Po, ma. Të kujton shijen e karotës? Si amit karote. Bol. Ja. Të pëlqejnë, ne? Po. Bol. Mos e të pro se ke qenë dhe me të vjella. Një 5. Okej, nuk është se i ha shumë Haribot, si që thash, po. Një 5 të i vendos. A të gjallë i veta. Zhide vetë. Zhide ti që këte e në vazhdim. E pe! Krap Haribot, si ka unë. Kjo është e kundër ta ime. I ka shumë qef Haribot. Po të regoj njërë me qaj është. Kjo hap po më nuk. Edhe kjo Roshen quet. Kjo krejt pak shu hap vetë. Po më nuk. E po e
është vendi atë që japet kollaj, dion. Po të regu me qa janë, o Agile, ti e hangri direkt. Ko të i merë ti snaksat. Këto kanë formën e akullores dhe shkruan jashtë frozen yogo. Frozen yogo, mos do jetë si frozen jogurt? Po ka shumë njëjtën shije, ke dhe shije tjetër. Po ka shumë njëjtën shije si atë janë. Si këto me karotë. Vetëm forma ndryshon. Po, këtu thot që ka shije jogurt. Jo, Agila, nuk është një soj. Po se kjo këtu e shkruan që ka shijen origjinale të karrotës, që se kishte fare. Do vazhdoj me tjetër? Prit more, qa në të bevesh këtë? Një e të nëmë. 5 i vendos në edhe kësaj. Në kraj. Këto quhen Chocobum. Leri ato. Ne. E mo bol tani dhe ti ma Një ato. mora. Këto janë Chocobum. Dhe brenda ka... Qa ka këtë janë? Chocolate drink with... Qa shkruan, Agile? Se dita. Ta shofim. Pra, pakoja vjen këtu. Qa janë lajthie shke brenda? Qa është kjo? Këto vinë kështu si të vockla, kështu. Haroj të tërgoj thojnë që koni sa bukur i kam berë. Doja të tërgoj në një vlog. Kështu vinë, të vockla. Duhet me marrë si shumë për me kuptu shije. Qa është kjo? Rushi tha, qa është? Se nuk është as anglisht. I sa keqe. Nuk arrita kuptoj se qa është. Së është e mire? Merë shumë, edhe pravoje. Jo, me një më mjafton. S'ke uja të së qatë... As mos pëlqeu. Fërto bukali Agile flutem. Një dysh. Po va një... Paketimi. Po va një që ka njëjta firmë. Qa është kjo? Pra. Chocobum, edhe kjo. Kurse kjo më duket se ka kikirik brenda. Aprovoj. A kjo ka edhe aromën e kikirikit. Ha pak. Mos ha shumë për njerësh. Është e vogël kështu, është tamam kikiriki e mbulluar me çokoladë. Shumë e keqe. Këtë mund ta pëlqej dikush që ka qef të përzi të kripurën më të ëmbëlën shumë. Unë nuk jam Si kena tip. vu notat e asni për këty në dy. Unë kësaj pura dysh. Edhe vej dysh edhe kësaj dysh. Edhe kësaj një dyshive. Nuk jam fare unë të përzi këto që janë shumë tembla me shumë të kripura. Për shembull sa që hanë djathin e bardhë me mjalt, unë nuk e di se si e hanë. Ose disa njerëz që Eli për shembull ha akullore me patatina, nuk e di. Të merr. Patatina me E ujë. kripura është e kripur, e embla është e embël. Patatina me ujë haneli. Patatina me ujë haneli. Edhe me ujë. Po. Hajde, me limon, mira janë. Po, Duhet me vazhdu me një të kripur në tash. qatë kapidora. Këto, nuk e di pse, po Eli tha se kemi provuar ndonjëherë. Chips me pizza. Kështu që thash të provojnë. Më kujtojnë pak ato Lay's me pizza. Erën e pas ka të mirë. Më në fundi shka e mirë. Më në fundi shka e mirë. Shumë të mira. Shumë të mira. Një 9.8 Agile. I vetë. Janë tepër të mira. Të rregullojmë shijen.
I 10. Një 9.8. Sepse uroj të kemi diçka akoma më të mirë të ajo qesi atje. Që s'mbaj mend se çka kemi tjetër. Ha, gjele. Prap me tembël. Prap me kikirik. Afroja, gjele. Këto biskota që janë me kikirik brenda. Kjo ka me pas njëtën quhet. Ka këte. Jo kikirik, ka kremin e kikirikit brenda. Erën se ka ishtë mirë. Unë në fakt kremin e kikirikit nuk është se e kam qef. Tregoje pak formën. Hajde. Njët goja me këtë. Është ai kremi kikirikit. Shumë e keqe. Me i dësh trash. Si vu me not, pëta u pojnë më. Nuk është e keq jo, Agile. Ku janë ato për me rëgullu shien? Në fund. Nuk është e që keq jo, Agile. Mu s'pëlqej dësh trash. Jo, një... Lutemi këmbyllë se të gjëhet lavatriqe. Zdi! Deron mo! Do vazhdosh me tjetër, mua kjo nuk është të pëlqevi, një 6 e merr nga unë. Qa noti dhe kësaj? 2 pra. Jo prap me kikirik, të në me kikirik. Talë është ti? Apo lejthi. Nga 3 lejthi me kikirikon. Kjo është me lejthi, po. Aeroblock, më bëri për shtypje, çokolata që është shumë e hollë, si që shikoni dhe ka këtë kështu vije në mes. Jam kurioze, jetë vërtet kështu apo jo në brenda? Kjo kanë gjitha kështu që hapën lej. Po. A kështu është, tregoj Agil, është fix kështu. Si ke ka këtu. Shite si ke është. Është fix, si që tregon nga jashtë, shikoni? S'duket e një, Nuk duket fare e mirë. Domethënë kështu duket e bukur, po kur e pret kjo çokolata nga jashtë nuk duket pa shije. Pa shije. S'ka hiç shije. Bjerë pak ujë. Është ja të çokolata pa shije. Të voglat e qerasjes. Nuk është e mirë. Fare e mirë. Vetëm e bukur nga jashtë. Një 2 i vendosun. Nish. A që keqe? Po. Heo, Agile nxirë diqa. Janë qibuk me çokolat nga jashtë. Se di pse kemi marrë ka shumë mix kripur me tembël bashkë. Po isha shumë kurioze. E kanë si tradita. Unë prisha më të mëre. Duket me, ja, vjen kështu. Kjo ka ka një. Po, nuk është e keqe, shumë e mirë. I 8. Se kam të shtypjen. E di që më kujton. Biskolatat më kujton. Biskolatat? Po. Shumë të mira këto. I 8. Shumë të mira. Një 9 i vendosëm, do t'i leve këto për në fund, se t'i jam bashkë me ato patatinat e mira. Shumë të mira. Nëse ju rastis ndonjëherë, t'i merrni. Whisky. Kjo ka me kenë se amon më një ditë që ke pas marrë diçka me whisky që ka kenë shumë e keqe. Jo, këto janë me rumi, jo me whisky. Kishte edhe me whisky, po morëm me rumi. Janë çokolata me rumi. Për durat njerë, që në ka super e bukur. Në faktën çokolatën me alkohol asnjë nuk i kam pëlqyer, këto me likere, me kështu. Ne të shohim këto se si do jenë. Po, më pëlqej ka shumë paketimi dhe se si hapet. Çokoladë e zezë. Çokoladë e zezë, po pëse është kështu, Agile, më thënë prishura. Po. Pse janë kështu si të bardha?
Shive, si me pluhën. Janë kështu. Jo more, të është në ftotit. Eh? Ja provoj njërë. Shon? E mirë, ma e të provojëm se më thot. Së është e mirë. Ja, shikoni pjesën e alkoolit të Nuk brenda. të pëlqen hiqe. S'kam qef me provu. Duhet ta provosh. Agelo nuk pranon ta provoj se thot nuk dua të smurem prapë. Thot Duket e prish. nuk është e prishur, thjesht nuk është e mirë. Një tresh po i dhe kësaj nuk pëlqen fare shia, por më pëlqeu jashtë masë paketimi. Kështu që e meriton një tresh. Po, Po s'ka dalë. Shia e s'ka funit. dalë. Nuk është e fundit kjo. E funit e. Kam dhe në frigorifer. Oh. Këtu kemi Milka Molto. Është herë e parë që shikoj Milka në Molto. Djeta. A shumë. E pash e kanë sjell dhe këtu në Shqipëri, në fakt. Mere kanë kur i hapin Moltot në mënyrë kështu që i plasi. Po tregoj o Agele njerë. Po mos e prej more pa e treguar. Edhe na poshtë. Jam shumë kurioze të shikoja ndjet shia e Milkës. E mirë është. Veç se është shumë e ëmbël, ose kemi ngrënë shumë ne tani. Për çka a çeti martira? U pret i nanit i vetë. Një tetun. O, po, kemi ngrënë aq shumë të ëmbla sa. E radhës është ky kosi këtu, që është kos me çokoladë, do të thënë ka kos poshtë edhe lart çokolata, po këtu mua më duket komplet me çokoladë, kështu që jam kurioze të shohim se si është. Ja të shohim se si është. Që nga e kundërta në fakt, lart është kosi. Unë thosh se Po pra, unë duket se është për poshtë. ja pra por çokolata lart kjo, haj. Që ku e ka? Po ti be pak më thellë, o Agile. O, vjen kështu. Si Philadelphia. Ja, kështu vjen. Poshta, këtu nelt është si Philadelphia. Jo, si kos, thjesht. Nelt, vetëm të e bardha. E mirë është, e lehtë. Shumë e mirë. Unë, fund është shumë e amit. Mua më pëlqeka. Ujnë, ma. Nuk është shumë e amit. Mare pak ujë. E lehtë është Agile. E mirë është, të freskon. Një tet i vendosur. Shta. Jo, unë ta haja përsëri, më pëlqeu. Dhe të fundit kemi këtë që unë t'ju them të drejtën e hapa, sepse doja diçka të ëmbël, edhe s'doja të hapja këto tjera, thash po e hap këtë, edhe uroj mos ta shikoj Agelo, po e pa që është e hapur, kështu që kjo këtu është me qershi. Është si tip kosi me marmelat, edhe vjen kështu, duket një lugë që e kam provuar unë. Agela i provoj ti tani. Së duhet si e prishën. Jo, s'është e prishur. Nëse do thoni ju tani kos me kështu marmelat s'ke ngrënë ndonjëherë. Fiks. Kam ngrënë, por nuk e di unë, por kos me qershi kam fiksim edhe më pëlqen sa herë që shikoj lloj firma, dua ti provoj. Kështu që këtë firmë se kisha provuar ndonjëherë. Dhe që nga shumë e mirë, një nënt i vendos. Dhe kësaj më pëlqeu shumë. A vete. Nga gjitha këto që të pëlqeu më shumë. Chipsit. Chipsat. E mua. Nga gjitha këto. Edhe një të portokalle. Këto. Ja, Haribo. Këto, e ti se gati mbarove. Dhe të shoj të lutem, të shoj. Agile, s'do fillosh me tjela, po, të lutem. Agile. Se për një zbën. Te Lione. Agile. Ashtu do t'le, me t'vjela do t'le. Nga gjitha këto, mua më pëlqen më shumë patatinat.
super të mira, uroj t'i gjej përsëri. Shumë të mira. Pra për mua fitojnë këto. Dhe pastaj janë këto dhe pastaj shkosi. Apo shkosi dhe pastaj këto. Nëse këto treja më pëlqyen më shumë nga të gjitha. Nuk e di, na shkruani në koment nëse keni provuar ndonjë nga këto, ndoshta keni provuar dhe gjitha, nuk e di, unë për veten time asnjë nga këto s'kisha provuar. Okej, ka raste që jam zhgënjur më shumë, nuk është se kam ndonjë zhgënjim të madh për këto. Shumicat ishin deri diku, okej, 3 ishin shumë të mira dhe është e sigurt që do t'i marr përsëri. Kaq, po t'ja gjele çfarë pëlqeve? Më shumë chipsit. Njerëz, nuk e ka marrë me zor, por nuk e di, kohët e fundit është shumë serios djali, nuk e di çka ka, çfarë ke mo djalë? Çfarë ka më? Po s'ke qenë kaq serios, pse je kaq serios tani në kamër? Kam ndryshu. Nuk e di, u rrit djali dhe ka ndryshuar komplet në karakter. Atëherë, do të bëj e di çfarë do të bëj unë ty? Do të bëj atë videon e kam bërë se kam bërë, jam shumë kurioze. Çfarë është e? Disa pyetje ti fillova që ti bëra kur po bënim atë challenge me Dubai Chocolate. Pyetje. Jo, do bëj pyetje shumë të vështira. Pyetje ishin ato mas në Stelit ishin ato, si ka pa në letër ato në telefon apo i ka pa. Jo, për zotin i kam bërë unë ato pyetje. Nëse do të bëj disa pyetje më pikante, do të shohim ty pastaj. A do jesh i sinqert apo jo? Jo. Pra, Angels, kjo ishte video për sot, uroj t'ju ketë pëlqyer, na shkruani në koment, si që thash, cilat nga këto keni provuar, nëse keni provuar apo i keni provuar gjitha. Mos harroni të bëni subscribe, që të shkojmë 100.000 subscribers këtë vit, mos harroni të shtypni zilën që t'ju vijë notification sa herë që postojmë video, dhe ne bashkë do shihemi kur Agile? Në videon e radhës. Në videon e radhës, siç do thoshte Agile i vogël. Pashim Angels. Pash.